Serbi-Shqipëri po afron dhe ndeshja këtë herë do të jetë shumë e ndezur, jo vetëm për historinë e ndodhur në Beograd përpara disa vitesh, por njëkohësisht edhe për vetë rëndësinë e këtij takimi. Kombëtarja që do të fitojë këtë takim do të renditet pas Anglisë në vendin e dytë dhe me shumë gjasa do të marrë biletën në play-offin në botror. Në herën e parë që shkuam në Europianin e Francës, një dorë e madhe na erdhi nga Ballis Morina. Ai dron krenarie i ngritur në Beograd, pasoi me fitoren e Federatës Shqiptare të Futbollit kundër Serbisë në Turrez, pas një kalvari dokumentacionesh, dhe në fund arritëm të fitonim në shifrat 0-3 dhe shkuam në Europianin e Francës. A mund të shkojmë në të njëjtën mënyrë, të paktën në play-offin e botrorit? Diçka e madhe mund të ndodhë sërish, këtë herë në Leskovac, atje ku është lëndeshja Serbi-Shqipëri. Ballis Morina ka filluar numërimin mbrapsht në profilin e tij në Facebook për ndeshjen Serbi-Shqipëri, duke paralajmëruar se diçka mund të ndodhi. Të shumta janë hipotezat dhe mendimet që vinë në kokë, teksa ideja e parë është përsëritja e një tjetër skene si me dronin në Beograd, por këtë herë jo me dron, por me ide tjetër geniale. Një tjetër ide është ajo e luajtjes së bllofit nga Ballis Morina, për t'i mbajtur serbët në panik gjithkohon për përsëritjen e një tjetër skene se në Beograd, çka do të tensiononte shumë atmosferën e tyre, duke na dhënë një favorizim sa do të vogël. Sigurisht edhe një gjetje rrugë kalimi për në Leskovac, duke qenë afër me Prishtinën, pra vetëm prania e Ballis Morinës në atë vend do të ishte një turpërim i madh për Serbinë, pa shkuar në një plan tjetër që mund të shpalose diçka në stadium. Të gjithë janë kurreshtar që të shohin se çfarë do të ndodhë në Leskovac dhe nëse do të ketë një tjetër befasi të tmerrshme për Serbinë, por në të gjitha rastet, ankthi dhe paniku i kundërshtarëve tan është rritur ndjeshëm me afrimin e datës së ndeshjes. Nëse Shqipëria do të fitonte përsëri në tavolinë kundër Serbisë, për një plan të krijuar nga Ballis Morina, ky i fundit meritonte padyshim një boost të ngritur në Tiranë. Këtë herë puna për të do të jetë shumë më e vështirë, pasi masat janë më të repta dhe ndeshja është dërguar në Leskovac pikërisht për arsyen e një organizimi më strikt. Por vetë paralajmërimi i Ballis Morinës me numërimin mbrapsht të filluar në Facebook ka rritur më shumë optimizmin dhe entuziazmin të tifozët shqiptar, të cilët kërkojnë edhe një fitore tjetër përveç se asaj në fushën e blertë kundër Serbisë. Sa i përket renditjes, Anglia ndodhet në vendin e parë me 15 pikë, Shqipëria ndodhet në vendin e dytë me 8 pikë dhe Serbia vjen në vendin e tretë me 7 pikë, por me një ndeshje më shumë që ka për të zhvilluar. Prandaj, një fitore në Serbi do të siguronte përfundimisht vendin e dytë për Shqipërinë dhe do të na dërgonte për herë të parë në play-offin e botrorit dhe më pas atje duhet të eliminojmë edhe 2 kundërshtar të tjerë për të qenë për herë të parë në finalet e këtij turneu kaq shumë të rëndësishëm dhe që na ka munguar prej kaq shumë kohësh.